Shikues të nderuar, ju përshëndes. Ky është edicioni informativ i orës 13:30 në News 24. Në lajme do të ndiqni. Ishim fars politike, Berisha lexon rezolutën e Internacionales Demokrate të Qendrës të krijohet një qeveri teknike për të përgatitur zgjedhjet e reja. I dënuar me 11 vite burg për vrasje arrestohet nga policia 43 vjeçari në Tiranë. Dita botërore kundër duhanit, mjekët në Shkodër 40% e nxënësve janë duhanpirës. Kërcënimi i Donald Trump, SBA do të rrisë me 50% tarifat mbi çelikun e importit. Nata e madhe, finalja e Champions pushton Evropën, PSG Inter premton spektakël. Njihemi tani mëngjesisht me zhvillimet e ndodhura deri në këto momente. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka lexuar rezolutën e Internacionales Demokrate të Qendrës mbi zgjedhjet e 11 majit në Shqipëri, ku sipas tij thuhen se ato ishin fars politike dhe duhet të krijohet një qeveri teknike për të përgatitur zgjedhjet e reja. Përpara gazetarëve, Sali Berisha ka lexuar rezolutën Internacionales Demokrate të Qendrës mbi zgjedhjet e 11 majit, ku sipas tij shprehen se ato ishin një fars politike dhe kërkohet krijimi një qeverie teknike për të përgatitur zgjedhjet e reja. Shprehin shqetësim në thellë se këto zgjedhje ishin një fars politike që nuk përmbushën standardet ndërkombëtare dhe shkelën kriteret e Kopenhagenit, duke përfshirë lirinë e votuesve për të zgjedhur, CDI IDC bën thirrje autoriteteve shqiptare që të krijojë një qeveri teknike kujdestare për të mbikëqyrur reformat drejt BE-s dhe për të përgatitur zgjedhje të reja. Kjo rezolutë sipas Berishës nuk e pengon integrimin në Bashkimin Evropian, por e ndihmon atë. Unë mendoj se kjo rezolutë dhe qëndrimi ynë, duke evidentuar të vërtetat e hidhura dhe jo fshehur, është kontribut real në udhëtimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. I pyetur për vendimin e KAS-ku, PS dhe PD bashkuan vota duke hedhur poshtë kërkesat e kandidatëve demokrat për rinumërimin e votave të tyre. Berisha thot se ato zbatuan ligjin pasi nuk ka lejon kodi zgjedhor. Rruga që ka ndjekur është një rrugë që nuk ka mbështetje ligjore. Për arsye përfaqësuesit tanë në KAS kanë zbatur ligjin. Ata nuk mund të votonin për një akt që është hequr me ligj. Ilir Ali Mehmeti, Mimoza Adarmata, Elisandor Hoxha dhe Iliriana Kuçana i kërkuan KQZ-s rinumërimin e votave të tyre në Tiranë. KAS rrëzon kërkesën e 4 kandidatëve të Partisë Demokratike, të cilët kërkuan rinumërimin e votave preferenciale të Tiranës dhe Durrësit. Ilir Ali Mehmeti, Mimoza Hajdarmata, Elisandor Hoxha dhe Aulon Kalaja kanë pretendime sa i takon numrit të votave që ata kanë marrë, por Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve vendosi se ata nuk legjitimohen si palankuese për kërkesat për rinumërimin e votave të tyre në listë të hapur. Vendimi u mor 4-1 në KAS, ku vetëm përfaqësuesi Ilir Usmajli votoi pro që kandidatët individual të kishin të drejtë për të kërkuar rinumërim të votave të tyre, ndërkohë përfaqësuesit Bele Elako nga PS dhe Braho e Cefa nga PD ishin kundër rinumërimit, duke u shprehur se ankimimin mund ta bëjë vetëm subjekti politik dhe jo kandidati. Vendimi vjen pas kërkesave zyrtare të dorëzuara nga 4 kandidatët për rinumërim të votave preferenciale. Partia Demokratike akuzon Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për vonesa të qëllimshme dhe mungesë transparence lidhur me dërgimin e materialeve zgjedhore jashtë vendit. Sipas Partisë Demokratike, kontrata mes KQZ-s dhe kompanisë operatorit është shkelur, ndërsa mungesa e reagimit në kohë po pengon subjektet zgjedhore të ushtrojnë të drejtën e ankimimit. Partia Demokratike ka reaguar ashpër ndaj komisionerit shtetëror të zgjedhjeve Ilirian Celibashi, duke akuzuar për vonesa dhe mungesë transparence në lidhje me dërgimin e materialeve zgjedhore jashtë vendit.
Fakti që KQZ përgjigjet 11 ditë me vonesë në datën 22 maj për kërkesa të Partisë Demokratike të paraqitura me shkrim që në datën 9 maj sjell si pasojë pengesën e subjektit zgjedhor të ushtroj efektivisht të drejtën e ankimimit dhe përgatitje në kohë për këtë qëllim. Partia Demokratike thekson se vetë kontrata mes KQZ-s dhe operatorit me numër 1358 fraksion 20 e datës 4 prill 2025 është shkelur në disa pika thelbësore, përfshirë përdorimin e 9 kontraktorëve të palejuar. Ekzistojnë dyshime serioze se ka diferenca votash krahasuar me numrin e votuesve. Prandaj, kërkohet nga komisioneri Celibashi të bashkëpunojë maksimalisht e pavonesë në mënyrë që të identifikohen sa më parë këto të dhëna. Kujtojmë se deri tani kemi mjaftueshëm prova që të vërtetojnë se kontrata e lidhur ndërmjet KQZ dhe kontraktorit DHL nuk është zbatuar siç palët kanë rënë dakord në kushtet e përgjithshme të kontratës. Zëdhënësia antikorrupsion në PDI kërkon komisionerit Celibashi të marrë përgjegjësi dhe të bëjë qartë nëse është në anën e ligjit dhe interesit publik, apo sipas tyre në krah të shkeljeve dhe mungesës së transparencës. Policia e Tiranës ka arrestuar një 43 vjeçar i cili ishte shpallur në kërkim pasi është dënuar me 11 vite burg për vrasje me dashje dhe armbajtje pa leje. Mbi bazën e informacioneve të siguruara në rrugë operative u organizua dhe finalizua me sukses operacioni policor i koduar End, i cili rezultati të cilit u bë kapja në rrugën Mikel Maruli e shtetasit në kërkim Klement Zguro Kaçolli, 43 vjeç, banues në Tiranë, njoftoi policia. Gjykata e Apelit Korçë ka dënuar 43 vjeçarin me 11 vite burg për veprat penale, vrasje me dashje dhe armbajtje pa leje. Atij i kanë mbetur për të vuajtur 8 vite e 11 muaj burgim. 43 vjeçari u dorëzua policisë së Korçës për veprime të mëtejshme procedurale. Pas atentatit me armëzjarri në zonën e Flakës në Durrës, ku mbeti i plagosur një 36 vjeçar, policia ka identifikuar dhe ka shpallur në kërkim autorin e dyshuar të ngjarjes. Gjatë hetimeve ka rezultuar se 30 vjeçari Kit Kazazi i zuri prit 36 vjeçarit Arbër Gorea, pasi ky i fundit dënoi disa ditë më parë me sende të forta baban. Policia vijon punën për kapjen e tij. Policia e Durrësit ka identifikuar autorin e plagosjes të 36 vjeçarit Arbër Gorea, si dhe ka zbardhur shkaqet e konfliktit mes tyre. Pasi u konfliktua dhe dhunoi baban e 30 vjeçarit Kit Kazazi, ky i fundit e plagosi me armëzjarri 36 vjeçarin Arbër Gorea. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e së premtes në zonën e Flakës së Egër në Durrës, ku 30 vjeçari Kit Kazazi, duke lëvizur me një automjet tip Ford Focus, qëlloi me armëzjarri pistolet gjatë një parakalimi drejt automjetit me të cilin udhëtonte 36 vjeçari Arbër Gorea bashkë me 2 të mitur, 14 dhe 15 vjeç. Nga të shtënat mbeti i plagosur vetëm 36 vjeçari, i cili u paraqit në komisariatin e policisë dhe kërkoi ndihmë për ta dërguar në spital. Më pas, 36 vjeçari Gorea ju nënshtroi një ndërhyrje kirurgjikale dhe është jashtë rrezikut për jetën, ndërsa asnjë prej të miturve nuk posoi lëndime. Arbër Gorea nuk është një emër i panjohur për policinë, pasi 2 vite më parë është bërë një tjetër atentat, duke ngritur dyshime për konflikte të vazhdueshme. Nga ana tjetër, policia e Durrësit bën me dije se vijojnë kontrollet për kapjen e autorit 30 vjeçar Kit Kazazi. Në Lukov, një automjet me të cilin lëviznin disa turistë të huaj u përfshi nga flakët e zjarit. Turistët arritën të dilin në kohë nga automjeti, duke pësuar vetëm disa lëndime të lehta. Pavarësisht ndërhyrjes së zjarfikësve të Sarandës për shuarjen e flakëve, automjeti u shkrumbua plotësisht. Me marrjen e njoftimit, në vendngjarje shkuan edhe disa efektiv të policisë së Sarandës, të cilët po punojnë për zbardhjen e shkaqeve të rënies së zjarrit. Për herë të parë në Shqipëri u mbajt samiti i kriptomonedhave Balkans Crypto 2025, bashkëorganizatori së cilës është Universiteti Luarasi. Ekspert dhe themelues global theksuan se vendi ka potencial për të kthyer në një qendër rajonale të teknologjisë të decentralizuar. Shqipëria shihet si një mundësi për zhvillim përmes rregullimit të tregut të kriptomonedhave.
Për herë të parë në Shqipëri u mbaj samiti i kriptomonedhave që ndryshe njihet si monedha virtuale, vlera e së cilës ndryshon në varësi të kërkesës në burzë. Organizatori Fation Dajçi theksoi se Web3 është e ardhmja dhe një mundësi për zhvillimin rajonal. Të mësojmë rinin edhe gjithë popullin tatë se kriptomonedha është diçka që do i japin forcë jo njerëzimit, po dhe gjithë shqiptarëve. Ne kemi një ekonomi shumë bukur edhe në pazar të zi ne përdorim shumë kriptomonedha, po nuk e përdorim për shtetin tonë edhe për me advancu neve si shtet. Universiteti Luarasi është partner në këtë event. Pedagogja e këtij universiteti Denisa Kele tregon rëndësinë që ka informimi i studentëve rreth kriptomonedhave. Universiteti Luarasi tashmë është kthyer në një inkubator teknologjik dhe e gjithë qasja jon është që studentët tanë të njihen në vazhdimsi me gjithë të reja teknologjike. Duke qenë se kriptovalutat patjetër që janë një ndër asetet tashmë financiare të gjithë kësaj bote digjitale që ne jetojmë, studentët tanë patën mundësi që të jenë pjesë e kësaj konferencë dhe Universiteti Luarasi pati mundësi që të ishte bashkë organizatori i kësaj konference. Balkans Crypto 2025 bashkon ndërtues, themelues, politikbërës dhe investitor nga e gjithë bota, jo vetëm për të diskutuar të ardhmen e teknologjisë së decentralizuar, por edhe për të ripërcaktuar se ku ndërtohet kjo ardhme. Nick Spanos, themelues në bursën e kriptomonedhave në New York, mendon se Shqipëria është vend ku ka liri që kriptoja të ecë përpara. But I think the Balkans, and especially Albania, Mendoj se në Ballkan dhe në veçanti në Shqipëri ka mjaftueshëm liri që kriptoja të ecë përpara. Prandaj ndodhem në këtë vend për të folur rreth kësaj teme dhe për ndihmuar se çfarë duhet bërë dhe çfarë nuk duhet të bërë, veçanërisht nga perspektiva rregullatore. Vendet e Bashkimit Evropian kanë disa kufizime për të bërë gjëra të rritën në këtë aspekt, por mendoj se Shqipëria ka një avantazh, duke qenë se Bashkimi Evropian do të duhet kohë që të adaptohet dhe Shqipëria mund të bëhet një Zvicër e re e Europës, pasi të miratoj Bitcoinin dhe kriptomonedhat. Edhe ekspert të kriptomonedhave pjesëmarrës në event tonë gjithashtu se Shqipëria ka shumë potencial për sa i përket kriptomonedhave. Shqipëria po ashtu ka një potencial të lartë për të bërë si një treg i hapur për kripto, por që të ndodhë kjo është e nevojshme adaptimi legjislacionit dhe regulatoreve të nevojshme që të lëvizin gjërat përpara. Është hera e parë që vi në Shqipëri, një vend i mrekullueshëm. Kjo është konferenca e parë e kriptomonedhave në Shqipëri. Presëm pa durim që të ndjek konferencën e vitit të ardhshëm, sepse do të ketë më shumë njerëz. Shqipëria ka shumë potencial sa i përket kriptos. Shqipëria po bëhet një pikë strategjike për teknologjitë e reja në Ballkan. 40% e nxënësve në Shkodër janë duhanpirës, kështu shprehën specialistët e shëndetit gjatë një aktiviteti ndërgjegjësues të zhvilluar në gjimnazin 28 nëntori në kuadër të ditës botërore kundër duhanpirjes. Gjithashtu, sipas specialistëve, shqetësues mbetet fakti se duhanpirja është një fenomen që po përhapet edhe te nxënësit në sistemin 9-vjeçar. Pothuajse gjysma e të rinjve në shkollat e mesme në Shkodër janë konsumatorë të duhanit, ndërsa ky fenomen, sipas psikologëve, është përhapur ndjeshëm edhe në shkollat 9-vjeçare. Në një aktivitet sensibilizues të organizuar në shkollën e mesme 28 nëntori, në ditën botërore kundër duhanpirjes, psikologu Fation Taipi tha se në bazë të statistikave, mbi 40% e nxënësve janë duhanpirës. Në një studim që kena bërë një me herët me gjimnazin, kena rreth 30-40% të nxënësve që shprehen që një shok i jemi ose shumica e shokëve të mi janë përdorus të duhanit dhe cigares. Patjetër që është shumë e lartë sepse i takon gjysma që e komplet të rive dhe gjimnazistëve që përdorin cigare. Ndërsa drejtori rajonali operatori të kujdesit shëndetësor në Shkodër, Visar Jetina, dha një mesazh në këtë ditë. Tema që ne kishim zgjidhur sot në këtë aktivitet sensibilizues duhani rrugët drejt së keqes, është më shumë se sa një paralajmërim. Është një thirrje që ne i bëjmë rinis për me zgjedhë një jetë shëndetshme. I bëjmë thirrje të jetojnë të lirë nga varësitë të cilat dëmtojnë jo vetëm trupin, por edhe mendjen. Vetë nxënësit tregojnë se konsumimi i duhanit në radhët e tyre është gjithnjë më problem. Në shoqërinë time në shkollë gjithashtu edhe në familje gjithashtu ka shumë njerëz që konsumojnë duhanin, edhe gjithashtu duhani nuk është i dëmshëm vetëm për ata që e konsumojnë,
por edhe ata që janë pjesë atij ambienti aty në njerëzve që e pinë duhanin. Ky aktivitet që është bërë sot është bërë për me nënvlerësu jo vetëm duhanpirësit që e bojnë pra damin, jo vetëm vetit tyne, por edhe për sa i përket duhanpirjes pasive, që do të thotë dami që i bajnë edhe të tjerëve rreth tyre. Dita botërore kundër duhanpirjes synon të rrisë ndërgjegjësimin e publikut mbi ndikimin që ka përdorimi i duhanit, si dhe dëmeve që sill konsumimi i tij në shëndetin tonë. Jemi rikthyer sërish në studio, vijojmë me të tjera informacione. Turizmi i aventurës po gjen gjithnjë më shumë zhvillim në lumin Shkumbin, ku sporti i rafting po preferohet si nga vizitorët vendas, ashtu edhe nga turistët e huaj të mahnitur nga natyra shqiptare. Disa turistë spanjoll shprehen se do të rikthehen sërish në Shqipëri për të vizituar edhe pika të tjera turistike. Mes maleve të larta që duket sikur prekin qiellin dhe gjelbërimit të jashtëzakonshëm rrjedh lumi Shkumbin, një perlë natyrore që gjeografikisht konsiderohet si shenjuesi i kufirit mes veriut dhe jugut të Shqipërisë. Natyra egër, e padëmtuar nga faktori njeri, po tërheq çdo vit më shumë vizitor vendas dhe të huaj, kryesisht të apasionuarit pas turizmit të aventurës. Rafting në ujërat e lumit Shkumbin nuk është vetëm një sport, por një udhëtim drejt zemrës së Shqipërisë, ku valët e kësaj rrjedhje të ftojnë të ndjesh të bukurën, të bëhesh një me natyrën. Lumi Shkumbin është thyer në destinacion për rafting. Sot jemi me më shumë se 40 spanjoll, të cilët vinë për herë të parë në Shqipëri, por për herë të parë edhe në Shkumbin për rafting. Po Elbasani ka potencial shumë të madh për turizmin aventurës, ku hyn edhe rafting. Kemi hiking, kemi ecje me bicikleta apo edhe parashutizmi. Kështu që janë gjitha këto përveç gastronomisë, që është akoma më e famshme. Këtë fundjavë, 42 turistë spanjoll po shijojnë natyrën shqiptare, duke mos hezituar të ndajnë me ne përvojën unike të rafting në rrjedhën e Shkumbinit. Vim për herë të parë në Shqipëri, jemi duke shijuar gjithçka nga ushqimet e shijshme tradicionale, bukuritë e egra të natyrës, deri tek emocionet e forta që ofron çdo kthesë e këtij lumi. Vizituam së pari Tiranën, mandej erdhëm këtu ku gjetëm këtë natyrë fantastike. Njerëzit këtu janë shumë të bukur, por mbi të gjitha shumë mikpritës. Kemi provuar disa gatime tradicionale shqiptare, një kuzhinë mesdhetare vërtet e pasur, çdo gjë fantastike. Tani bëm rafting në Shkumbin, përjetuam një adrenalin të jashtëzakonshme. Ky vend është i mrekullueshëm. Kjo është një jehon e lumit Shkumbin, që thërret turist nga e gjithë bota të vinë për të njohur historinë e këtij vendi, të shijojnë valët e tij dhe të marrin me vete kujtime të paharrueshme. Kuvendi i Kosovës nuk arriti të konstituohej as në përpjekjen e 24 këtë të shtunë, duke bërë që kriza politike të thellohet mëtej. Partitë opozitare vijuan të bllokojnë në kuvend propozimet e bëra nga lëvizja vetëvendosje. Dështimet e njëpasnjëshme po ndodhin pavarësisht thirrjeve nga shoqëria civile në Kosovë dhe faktorin ndërkombëtar që Kosova të krijojë sa më shpejt institucionet e reja. Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë dështuar të shtunën për të 24-tën herë radhazi që të konstituojnë përbërjen parlamentare të dalë nga zgjedhjet e shkurtit. Dështimet e njëpasnjëshme po ndodhin pavarësisht thirrjeve nga shoqëria civile në Kosovë dhe faktorin ndërkombëtar që Kosova të krijojë sa më shpejt institucionet e reja. Për të 16-ën herë me radhë, deputetët nuk votuan për formimin e një komisioni për mbikëqyrjen e një votimi të fshehtë për kryeparlamentarin e ri. Votimi fshehtë është propozuar më 1 maj nga kryesuesi i seancës, Avni Dehari, pasi kandidatja e partisë fituese të zgjedhjeve lëvizjes vetëvendosje për kryeparlamentare, Albulena Haxhiu, në disa votime të hapura nuk mori 61 votat e nevojshme që të zgjidhet në këtë detyrë. Çështja e votimit të fshehtë është dërguar për interpretim në gjykatën kushtetuese nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, me mbështetjen e deputetëve nga partitë që mandatin e kaluar ishin në opozitë. Ata argumentojnë se është jo kushtetuese mënyra se si vetëvendosje po përpiqet që kryetari i ri i organit ligjvënës të zgjidhet me votim të fshehtë, duke kërkuar nga gjykata kushtetuese të marrë një masë të përkohshme për ndalim të mbajtjes së seancave derisa ta trajtojë me prioritet këtë çështje dhe të marrë një vendim.
Në vazhdimin e seancës konstituive më 31 maj, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lista Serbe refuzuan sërish që të propozonin një emër për formimin e komisionit, duke bërë që seanca të ndërpritej. Seanca radhës do të vazhdoj pas 48 orësh përkatësisht të hënën. Presidenti Donald Trump bëri të ditur se SBA do të dyfishojë normën aktuale të tarifave për çelikun dhe aluminin nga 25% në 50% duke filluar nga e mërkura. Duke folur në një tubim në Pittsburgh të Pensilvanisë, Trump tha se ky veprim do të ndihmonte në rritjen e industrisë lokale të çelikut dhe furnizimit kombëtar, duke zvogëluar njëkohësisht varësinë nga Kina. Presidenti Donald Trump bëri të ditur se Shtetet e Bashkuara do të dyfishojnë normën aktuale të tarifave për importet e çelikut dhe aluminit nga 25% në 50%, duke filluar nga kjo e mërkurë. Duke folur në një tubim në Pittsburgh të Pensilvanisë, Trump tha se ky veprim do të ndihmojë në rritjen e industrisë lokale të çelikut dhe furnizimit kombëtar, duke zvogëluar njëkohësisht varësinë nga Kina. Trump tha gjithashtu se 14 miliard dollar do të investohen në prodhimin e çelikut përmes një partneriteti mes US Steel dhe Nippon Steel të Japonisë, megjithse më vonë u tha gazetarëve se ende nuk e kishte parë ose miratuar marrëveshjen përfundimtare. Nuk do të ketë largime nga puna dhe çdo punëtor amerikan në industrinë e çelikut së shpejti do të marrë një bonus prej $5.000 të merituar plotësisht, I tha Trump turmës, të mbushur me punëtor të këtij sektori. Një nga shqetësimet kryesore nga punonjësit e çelikut në lidhje me marrëveshjen tregtare SBA-Japoni ishte se si Japonia do të respektonte kontratën e sindikatës së punëtorëve që rregullon pagat dhe punësimin. Trump I filloi komentet e tij duke thënë se e kishte shpëtuar US Steel, prodhuesin më të madh të çelikut në Amerikë, me seli në Pittsburgh, me tarifat prej 25% që zbatoi gjatë mandatit të tij të parë si president në vitin 2018. Prodhimi I çelikut në SBA ka qenë në rënje vitet e fundit dhe Kina, India dhe Japonia kanë ecur përpara si prodhuesit kryesor në botë. Parafërsisht 1/4 të gjithë çelikut të përdorur në SBA importohet dhe mbështetja e vendit në çelikun meksikan dhe kanadez është kthyer në një shqetësim për presidentin Trump. After about 4 times, I said, you know, these people really... Shefi I Teslas dhe SpaceX, Elon Musk, u shfaq me sy të nxirr ndërsa qëndronte pranë presidentit Donald Trump në zyrën ovale të premten. Ai u pyet nga gazetarët se çfarë kishte ndodhur me të. Po luaja me djalin tim 5 vjeçar dhe mora një goditje në sy, deklaroi Musk. Konferenca me sy të nxirr shënoi edhe fundin e mandatit të Musk si punonjës I veçantë I qeverisë. Shefi Teslas dhe SpaceX, Elon Musk, u shfaq me sy të nxirr ndërsa qëndronte pranë presidentit Donald Trump në zyrën ovale të premten. Mavjosja e syrit ishte e dukshme edhe nën kapelen e tij Dodge, duke nxitur gazetarët që ta pyesnin atë menjëherë se çfarë kishte ndodhur. Po luaja me djalin I thash më qellon në fytyrë dhe e bëri, tha Musk, gjatë një konference për mediat që shënonte largimin e tij nga administrata e Donald Trump. Musk shtoi se nuk e ndjeu dhimbje në moment, por mavjosja u shfaq më vonë. Në platformën e rrjeteve sociale X, përdoruesit nisën të shpërndajnë teori të shumta, që nga versioni I grushit të majt perfekt deri tek spekulimet për një incident më serioz në prapasken. Konferenca shënoi edhe fundin e mandatit të Elon Musk si punonjës I veçantë I qeverisë, ku për 4 muaj udhëhoqi një iniciativë për të ulur shpenzimet federale, detyrë që nuk arriti objektivat e premtuara prej $1 trilion, por që I dha ndikim të madh në emërimet e rëndësishme në NASA dhe forcën ajrore. And with Elon's guidance, they're helping to detect fraud/waste and Një fshat zviceran I cili u varosi gjithi në një masakulli në mesin e kësaj jave ka ngjallur frikën e përmbytjeve në luginën alpine. Masa e akullit që u rrëzua mbuloi fshatin Blaten, ndërsa 300 banorët e tij ishin evakuuar paraprakisht pasi një pjesë e malit kishte nisur të shkërmoqej. Shkencëtarët dyshojnë se ngjarja është një shembull dramatik I ndikimit të ndryshimeve klimatike në Alpe.
Një liçen ujë i bllokuar pas një masa kullnajore që varrosi një fshat dhe bllokoi një lum në Zvicrën jugore këtë javë, ka ngjallur frikën e përmbytjeve në luginën alpine. Një përmbytje prej miliona metra shkubakulli, balte dhe shkëmbinjsh u rrëzua nga një mal të mërkurën duke mbuluar fshatin Blatën. Shtëpitë e pakta që mbetën të paprekura u përmbytën më vonë. 300 banorë të fshatit zviceran ishin evakuuar pasi një pjesë e malit pas akullnajes Birç filloi të shkërmoqej. Ekipet e shpëtimit po kërkonin një burr 64 vjeçar të zhdukur, por i kanë pezulluar kërkimet e tyre për momentin për shkak të kushteve të vështira. Përmbytjet u rritën të njëjtën ndërsa grumbulli i akullit, pothuajse 2 kilometra, bllokoi rrugën e lumit Lonza, duke arritur frikën se këneta mund të zhvendosej dhe të shkaktonte më shumë evakuime. Autoritetet zvicerane u bën thirrje banorëve në Gampel dhe Steg, fshat rafqinje, disa kilometra më poshtë rrjedhës së Lonzës, të përgatiteshin për evakuim të mundshëm në rast emergjence. Banorët kanë luftuar për të përballuar shkallën e shkatërimit të shkaktuar nga përmbytja, një ngjarje që shkencëtarët dyshojnë se është një shembull dramatik i ndikimit të ndryshimeve klimatike në Alpe. Shoqata zvicerane e sigurimeve tha se dëmi ka të ngjarë të arrijë disa qindra milion franga zvicerane dhe se ishte shumë herët për një vlerësim më të saktë. Sa shtëpi ishin të siguruara në Blatën, ishte e paqartë, tha ajo në një deklaratë. Blatën tani është i varrosur në shkëmbinj dhe balt dhe operacioni i pastrimit është pezulluar sepse toneladat e mbeturinave kanë bllokuar lumin Lonza duke shkaktuar rrezik përmbytje. Pra shumë herët për të bërë një analizë të plotë se si ndodhi saktësisht kjo katastrofë, por autoritetet zvicerane theksojnë se ndërsa Blatën mund të jetë katastrofa më e madhe dhe më dramatike alpine në vitet e fundit, ajo mund të mos jetë e vetmja. Rrethi 82 ciklistik uli si parin me etapën e 5 dhe të fundit. Vlorë Fier, presidenti i Federatës Shqiptare të Ciklizmit, Skënder Anxhaku, vlerësoi organizimin e këtij aktiviteti të madh, ndërsa u shpreh i kënaqur edhe me faktin që Shqipëria e mbylli në vendin e dytë. Rrethi ciklistik i Shqipërisë, një prej garave më të vjetra në Europë, mbyll edicionin e tij të 82 me etapën e 5 dhe të fundit, Vlorë Fier. Pas Giro d'Italias, Shqipëria dhe mbi të gjitha federatat e ciklizmit kaloi me sukses një tjetër test të rëndësishëm. Një organizim perfekt që i la një shije të mirë dhe presidentit të Federatës Shqiptare të Ciklizmit, Skënder Anxhaku. Jemi munduar komplet si staf për të bërë më të mirën dhe arritëm qëllimit. Muarëm vlerësime nga komisari Uçit për arsye të veprimit të organizimit, të ushqimit, të fjetjeve, të rrugës nga policia e shtetit. Ju ka bërë përshtypje të 16 ekipet që kanë qenë 98 ciklista, një organizim i përkryer. Fituesi i rrethit të 82 ciklistik, ku shpall holandezi Tom Jonkmans me kohën totale 17 orë, 11 minuta 43 sekonda, duke lënë pas me 2 minuta 56 sekonda italianin që garon për Shqipërinë, Gabriele Fabritis. Për Anxhakun, vendi i dytë në këtë garë, me një rivalitet kaq të lartë, është një arritje e madhe për Shqipërinë, pasi vendi i parë ishte thuajse i pamundur. Me vendin e dytë, si individ dhe si ekip, jam i kënaqur. Më mirë do kishte qenë që ishte i vendi i parë, po ishte i paarritshëm. Kemi mbërritur kështu në fund të këtij edicioni informativ. Për zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, klikoni në balkanweb.com për t'u informuar në kohë reale me lajmet e për të ndjekur në live stream News 24.